Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers, where we aim to provide journalists with an update on the latest developments at the courts and the opportunity to ask questions. In the trial of Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, and Jakub Krasniqi, the public redacted version of Hashim Thaçi's final trial brief became public on the 27th of March. In their final trial briefs, the parties summarized the key facts, evidence, and legal arguments of their respective cases. In the trial of Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu, and Hayreddin Kuqi, all 5 defense teams have now notified the trial judge about whether they intend to present evidence. Më 1 prill, u mbajt seanca përgatitore për mbrojtjen, gjatë së cilës u mësua më shumë hollësi lidhur me provat e ekipeve të mbrojtjes. Ekipet e mbrojtjes së Thaçit dhe Kilajt synojnë të paraqesin prova dhe kanë dorëzuar listat e dëshmitarëve dhe të provave materiale. Mbrojtja e zotit Thaçi synon të dorëzojë dëshminë e një dëshmitari me shkrim. Në bazë të rregullores, gjykatësi vetëm mund të vendosë që dëshmitari të vijë në sallën e gjyqit për pyetje nga pala kundërshtare. Gjatë seancës, gjykatësi i vetëm theksoi gjithashtu se 2 raportet e dorëzuara nga mbrojtja e Thaçit duket të jenë akte ekspertiza për të cilat zbatohet rregulla 149. Kjo nuk kupton se, në qoftë se pala kundërshtare, në këtë rast prokuroria nuk i pranon raportet, mund të jetë nevojshme që autorët e këtyre raporteve të japin dëshmi në gjykatë. Krahas provave që do të paraqiten nga mbrojtja e zotit Thaçi, mbrojtja e Kilajt synon të dorëzojë dëshmitë me shkrim të 4 dëshmitarëve që lidhen me karakterin e zotit Kilaj. Ekipet e mbrojtjes së zotit Smakaj, zotit Fazliu dhe zotit Kuqi nuk do të paraqesin prova. Për shkak se ende nuk është marrë vendim lidhur me pranimin e dëshmive me shkrim dhe për rrjedhoj nuk dihet nëse do të ketë dëshmitar që do të japin dëshmi në gjykatë, gjykatësi u kërkoi palëve të jenë të disponueshme për një palë të mundshme më 14 dhe 15 prill 2026 dhe anuloi seancat e planifikuara përpara këtyre datave. Gjithashtu, ai urdhëroi mbrojtjen e Thaçit të dorëzonte kërkesë lidhur me dëshminë e ekspertit brenda ditës së sotme, më 2 prill, duke vënë në dukje se afati për dorëzimin e këtyre kërkesave ishte dje. Në të njëjtën çështje gjyqësore, më 30 mars doli versioni redaktuar publik i vendimit të gjykatësit të vetëm i datës 19 mars, lidhur me kërkesën e prokurorisë për të pranuar disa fakte si fakte të njohura gjerësisht. Në vendim, gjykatësi rrezoi kërkesën pasi prokuroria nuk kishte argumentuar mjaftueshëm se si faktet e propozuara ishin relevant për akuzat. Në 31 mars, gjykatësi i vetëm miratoi kërkesën e prokurorisë për zgjatjen e afatit për të përgjigjur një mocioni të mbrojtjes së Thaçit, në të cilin kërkonte që dëshmia e një dëshmitari të jepet vetëm me shkrim. Gjykatësi e miratoi zgjatjen e afatit, pasi konstatoi se prokuroria kishte paraqitur arsye të vlefshme dhe mbajti parasysh se mbrojtja e Thaçit nuk paraqiti kundërshtime me kusht që të zgjatet edhe afati i saj për të kundërpërgjigjur. Gjykatësi caktoi si afat të ri datën 8 prill për përgjigjen e prokurorisë dhe datën 13 prill për kundërpërgjigjen e mbrojtjes. Gjithashtu më 31 mars, administratorja njoftoi gjykatësin e vetëm se kishte caktuar zotin Derek Gooden si bashkëmbrojtës së zotit Smakaj. Në çështjen e Pjetër Shalës, kryetaria e TSK-s Katerina Trendafilova, më 25 mars caktoi panelin e gjykatës kushtetuese për të vendosur lidhur me zgjatjen e afatit për dorëzimin e kërkesës referuese në gjykatë kushtetuese. Kryetare Trendafilova caktoi gjyqtarët Vitar Stenslad, Rumen Nenkov dhe Piotr Hofmanski. Më 31 mars, paneli miratoi pjesërisht kërkesën e zotit Shala dhe caktoi 1 qershorin si datë deri në të cilën zoti Shala duhet të dorëzojë kërkesën referuese. Për kujtesë, në korrik 2024, trupi gjykues e shpalli zotin Shala fajtor për krimet e luftës, të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme për ngjarjet që ndodhen në maj dhe qershor të 1999 në fabrikën e metalit në Kukës, ku viktimat ishin kryesisht shqiptar të Kosovës, të cilët u mbajtën në kushte njerëzore dhe degraduese, u keq trajtuan psikologjikisht dhe fizikisht dhe
keqtrajtimi brutal, pula të ndaluarve, pasoja afatgjata fizike dhe mendore. Një prej të ndaluarve u qëllua me armë nga një antar i UÇK-s, pasi ishte keqtrajtuar disa herë nga një grup antarësh të UÇK-s. Ai vdiq si pasojë e plagëve të shkaktuara me armë zjarri, ndërthurur me refuzimin e trajtimit të duhur mjekësor. Grupi gjykues u akordoi dëmshpërblim 8 viktimave pjesëmarrëse në proces dhe urdhëroi zotin Shala të paguajë shumën prej 208.000 eurosh si kompensim për dëmin fizik, mendor dhe material të pësuar prej tyre. Paneli i apelit konfirmoi vendimin e fajësisë së zotit Shala për uli dënimin e njësuar nga 18 në 13 vjet burgim, duke llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim.